Njerëzimi po zhduket po vdes, lindshmëria e ulët më shqetëson shumë. Elon Musk ka shprehur shqetësim të thellë mbi lindshmërinë e ulët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në botë, gjë që sipas tij do të çojë në zhdukjen e civilizimit. I pyetur nga gazetari Fox News mbi gjërat që e mbajnë zgjuar natën, ai tha se asgjë nuk duket se po e ndryshon tendencën në rënje të lindshmërisë në mbar globin. Ai tha se duhet ndërhyr shpejt në këtë drejtim përpara se të jetë shumë vonë. Ka shumë gjëra për të cilat shqetësohem dhe disa nga këto gjëra do të duken disi ezoterike për njerëzit. Shkalla e lindjeve shumë e ulët në pothuajse çdo vend, dhe nëse kjo nuk ndryshon, qytetërimi do zhduket. Amerika kishte normën më të ulët ndonjëherë të lindjeve vitin e shkuar. Në vende si Korea e Jugut, lindshmëria është 1/3 e shkallës së zëvendësimit. Kjo do të thotë se në tre breza Korea do të jetë 3 ose 4% e madhësisë së saj tani. Dhe asgjë nuk duket se po e kthejnë këtë tendencë. Njerëzimi po vdes, dua të them, unë shqetësohem përgjithsisht për fuqinë e Amerikës. Ajo është kolona qendrore që mban lart gjithë qytetërimin perëndimor. Nëse kjo kolonë dështon, gjithçka ka marrë fund. Ju nuk mund të ikni në Zelandën e Re ose në ndonjë vend tjetër, thjesht ka marrë fund. Pra ose do ta forcojmë atë kolonë dhe do ta sigurojmë që Amerika të jetë e fortë dhe të jetë e fortë për një kohë të gjatë, ose ajo çati do të bjerë, ka thënë Musk.